Që është parlamentare ndeshjes me fitore 2-0 ndaj Dinamos, besoj që ishte një fitore shumë e rëndësishme. Po, ishte një fitore shumë e rëndësishme se e dim se Dinamo është një ndër rivalët kryesor për kampion, kështu që ishte vetëm një ndeshje e radhës dhe jam shumë i lumtur që morëm 3 pikë. Po besoj që i ka të qëndron. Po, normal. Dëshira jam është të ndihmoj ekipes me gol, me asistime, po këtë herë ndihmova me një asist edhe shpresoj që ndeshjet tjera të ndihmoj ekipes me gol, apo më e rëndësishme është që kemi fituar dhe kjo është gjëja që më bën të lumtur. Pastaj morët 3 pikë, por keni marrë edhe trofeun, fituar më mirë, mund ta ngrihni pak përpara kamerës, urime edhe për trofeun. Faleminderit shumë, po siç thash edhe më herët, më rëndësi është fitoria. Kjo është vetëm një çorshie mbi tortë edhe një motivim që me bos të vite alo më shumë edhe me shku drejt synimit tonë. Të kthehemi pak sa tek rasti që shpërnderuat që në fakt ju e pasuat, por mos ndoshta ishte më mirë të godisit vet. Po, me që nuk e shënoj Murata e pasova gabim normal, nëse e kthej kohën, u dasht me gjujt, po gjithë jetën time nuk kam qenë kur egoist edhe gjithmonë jam mundu mi ndihmu lojtarëve. Kështu që më vjen keq që shpërderova atë rast, po më vjen mirë që ja pasova Kallakut edhe bona një asistim edhe kjo më bën më të qetë. Ky trofe për kjo shkon, dedikimi. Shkon për gruajen time edhe për familjen time si gjithmonë. Soti 2 fitore ndaj 2 skuadra rivale. Edhe për tifozët të Vllaznisë mos harrojnë. 2 fitore ndaj Ignatit dhe Dinamo. Besoj që shërbej mirë nga ana psikologike për vazhdimsinë. Po edhe një herë tregum se jemi ekipi më i mirë në ligë, edhe pse kemi pas një çuri të keqe. Po, si që dim, fitum kundër Ignates, fitum sot me Dinamon edhe prap jemi aty pretendent kryesor për kampion. Partizani javën e ardhshme. Po. Partizani javën e ardhshme, me çfarë synimesh në këtë ndeshje? Si çdo ndeshje tjetër, me kohën tokë jemi të i marrë ndeshjet me qetësi. Sonte do rikuperohemi, do festojmë pak edhe prej nesërit. Do të më mendu veç për Partizanin o për ditën e ndeshjes, asgjë tjetër. S'kemi kohë për me festu. Suksese. Faleminderit. Sukses.